Albin Kurti, për ambicjet e tij egocentrike, e ka ndërtuar një organizatë nga hiqi, i cili është treguar organizatë e cila ka arritur t'i sfidojë, t'i marginalizojë goxha do partije dhe do subjekte politike. Vjosa Osmani, edhe që pastaj ka dhënë fuqi, se fuqia politike bazohet në këtë dimension. Fuqia politike bazohet nga aftësia për të grumbulluar sa më shumë njerëz rreth vetes, nuk dallon fuqia individuale prej fuqisë politike. Vjosa Osmani, për hir të këtij kalkulimi personal, ka rezultuar në rënimin e një organizate politike dhe një tradite. Dhe Albin Kurti mund të luftohet jo individualisht, po vetëm politikisht. Dhe në këtë drejtim Vjosa Osmani është e privuar nga instrumenti kryesor se si do duhet të sfidojë, për shkak të veprimeve të saj. Veprimet e saj kanë ndikuar në vetrënimin e fuqisë së saj politike për ta sfiduar Albin Kurtin. Kjo është arsyeja kryesore pse unë nuk kam shpresa që Vjosa Osmani mund të bëjnë ndonjë lloj revolucioni elektoral gjatë muajve e viteve në VM. Ajo mund ndikoj në helmimin e atmosferës idelike që dominonte ndërmjet këtyre dy personaliteteve. E di që po duket ironike kjo që po e them, mirë, po kjo është bindja ime se si zhvillohen proceset politike.